obsesionuar me numra. Do të thënë, ne kemi synuar shumicën në zgjedhjen 28 dhjetor, nuk të ndërpreva. Ja, nuk të ndërpreva sepse çështja është ndërpreva sinqerisht, më arsyetuar. Nuk jemi të obsesionuar pas numrave, kurse nuk të ndërpreva ata tash do të me argumentu. Ne nuk jemi të obsesionuar me numra, votash. Ne kemi shkuar në zgjedhjen 28 dhjetorit me kërkesën, po dhe demokracia nuk funksionon mbi baza të tilla, me opozicione të tilla. Demokracia funksionon me shumicë parlamentare. Ama ju thoni gjithkohën për numra. Ne kemi synuar të tejkalojmë dy pengesa që kemi pasur vitin e kaluar. Konstituimin e Kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë. Dhe populli ka kuptuar drejt dhe na ka mundsuar me 51.1%. Është rezultat milimetrik. Është rezultat milimetrik. Do të thonë është të më falë, e kam përballë profesorin e psikologjisë sociale, po është rezultat milimetrik. A nuk është as 50-0 as 50 po është 51.1. Domethënë, është pikërisht përgjigje në ato problemet e pengesave që kemi pasur vitin e kaluar. E dyta, e treta në fakt nuk i don Kurti. Si ka mundësi ta thua që nuk e don Kurti LDK në qeveri, ndërkohë që ne kemi ofruar 4 ministri dhe zëvendës kryeministrin e parë dhe këtë ofertë e ka ende të hapur. Po, qëndrimin për PDK-n e thash, unë mund kem edhe vrejtët dhe kritikat edhe për LDK-n, për aspektet saktuara, programore, e tjere tjere. Një pyetje kam të oferta ju. Çfarë i garanton LDK-n që në momentin që ju e zgjidhni presidentin, ata janë në qeveri dhe në një moment kundërshtie ju nuk do t'i përjashtoni nga qeveria. Për shkak se si duan numrat e tyre. U tha që kjo do të bëhet në fillim. Do të thonë, po të thoni që ofertën që ja kemi dhënë LDK-s këtë javë, po t'ja kishim dhënë para një muaji e kish pranuar. Po kush problemi i LDK-s? Ma mos e bëni shprehjen ofertë. Kush problemi i LDK-s? Do të thonë, në fund të fundit, 4 ministra